Lajmi me diskutuar që po shkakton panik nëse duhet konsumuar mishi i pulës dhe vezëve lidhet me gripin e shpendëve në vendin ton, ku së fundmi janë shënuar ngordhje masive e pulave. Një stabiliment është vendosur në karantinë në Durrës, pasi është raportuar ngordhje masive e pulave dhe zogjve. Ministria e Bujqësisë bëri të ditur se kjo fermë është prekur nga gripi i shpendëve, njohur në gjuhën veterinare si sëmundja e influencës aviare tipi H5N1, ku raportohen për mbi 70.000 shpesë të ngordhur dhe të azgjesuara. Ndërkohë për 68 stabilimente të tjera janë njoftuar të marrin masa mbrojtëse. Ministria e Bujqësisë gjithashtu ka urdhëruar ndalimin e importit të shpendëve të gjalla, zogjve, vezëve, të mishit dhe në produkteve të tjera nga Çekia, Polonia, Belgjika, Bullgaria, Gjermania, Hungaria, Moldavia, Italia dhe Bosnjë-Hercegovina, pasi këto shtete janë të prekura nga influenca aviare. Gripi i shpendëve është i rrezikshëm sepse mund të prekë dhe njerëzit, ku më të rrezikuarit janë fermerët dhe punëtorët e stabilimenteve. Virusi transmetohet përmes kontaktit të drejtë për drejtë me shpendët e infektuara, si dhe përmes mishit ose vezëve të pagatuara. Specialistët thonë se nuk ka rrezik nëse ushqimet janë të gatuara në temperaturë të lartë. Gjithsesi, në rastet kur virusi i tipit H5N1 kalon tek njerëzit, jep simptoma që prekin kryesisht trakti respirator, ethe, koll, por dhe pneumoni. Megjithëse ka disa lloje të gripit të shpendëve, H5N1 është virusi i parë i gripit që infektoi njerëzit. Infeksioni ndodhi në Hong Kong në vitin 1997. Shpërthimi ishte i lidhur me trajtimin e shpendëve të infektuar. Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, ku po flasim për gripin e shpendëve. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Shem Sholambaj, zëvendës president i urdhrit të mjekut veterinar shqiptar dhe profesional. Faleminderit, kënaqësi që ju kemi sot në studio. Faleminderit për ftesën. Si paraqitet aktualisht situata influencës aviare në vendin tonë? Fatkeqësisht konstatuar, si që kanë raportuar edhe mediat, për praninë e influencës aviare në vendin tonë dhe konkretisht një stabilment shumë të rëndësishëm dhe të madh. Edhe vitin e kaluar ne kemi pas prezencë influencën aviare, por në oborret shtëpiake në disa ferma të veçuara, nëse do të kujtojmë të vënë theksin tek ishte një fermë e vogël obor shtëpiak diku në Kashar, në Vjesht është konstatuar në rrethin e Gjirokasit në zonën e Lungjerisë, që këto janë me diagnostikime laboratorike të sigurta. Kemi tashmë influenca aviare është e pranishme prej shumë kohësh, me një periozitet të larmishëm, si me thënë. Për herë së pari kujtojmë që është diagnostikuar në Shqipëri në vitin 2006 dhe për të vazhduar më vonë disa herë radhasi, kur në vitin 2022 ishte për herë së fundi ai shpërthimi i vrullshëm dhe në cilën pati një dëm shumë të madh ekonomik, pasi u pasua me rreth ngordhjen dhe shkatrimin e rreth 2 milion krerëve shpend në stabilimentet rreth zonës Durrësit, nëse Qafzotaj, nëse nuk gaboj. Kështu që do të thoshja tashmë neve Ministria e Bujqësisë, Shërbimi Veterinar duhet të jetë më i kujdesshëm dhe i pranim, për arsye sepse kjo sëmundje po na shfaqet shpesh dhe periodikisht. Kështu që në këtë kontekst ishte një lajm shumë i keq për një stabilment ishte të shfaqet kjo sëmundje. Dëmi është. Se pasi kemi të bëjmë me një dëm ekonomik të pallogaritshëm dhe të madh. Dhe kujtojmë që këto stabilimente ende nuk është paguar dëmi që shkaktuar nga ngordhjet e vitit 2022 dhe të cilit e në këto biznese private, të cilat për së vërtetës duhet konsideruar dhe nga qeveria shqiptare, dhe nga Ministria e Bujqësisë, dhe nga Shërbimi Veterinar si një pasuri kombëtare dhe jo thjesht sepse dëmi ekonomik është i dikujt që kryen biznes dhe ai mund ta mbaj. Pra, kemi që nga viti 2022 që ata ende në gjykatave dhe ende nuk janë dëmshpërblyer për dëmin që kanë ndodhur për shkatrimin e prodhimit. Tashmë kemi shfaqjen përsëri në këtë fermë, në këtë stabiliment, i cili për hir të vërtetës ju e pat që u azgjesuan një numër shumë i konsiderueshëm krerësh. Influenca aviare natyrisht është një zoonoz në kuptimin e mirë, por domethënë që prek edhe njeriun, por është një zoonoz shumë e lehtë që tek njeriu kalon me shenja të lehta për tu vënë re, domethënë nuk kemi shfaqje të mirë fill të sëmundjes. Ajo që është pozitive që virusi influencës aviare shkatërrohet lehtësisht, domethënë me zjerje,
do më thënë që rekomandohen që vezët dhe mishi pulës të konsumohen të zjera dhe këtu nuk ka asnjë lloj, do më thënë, dëmi ose për shëndetin e njeriut që mund të preket nga kjo zoonozë. Sa është rreziku i transmetueshmërisë tek shpenzët? Natyrisht shpendet kontakti drejt për së drejt, por ka dhe mënyra shumë të tjera që janë për transmetimet. Shpendet migrator janë ata të cilët lozin një rol të jashtëzakonshëm në transmetimin edhe përhapjen e sëmundjes. Oborret private shtëpiake duhet të jenë të rrethuara në këtë moment ose në këtë periudhë duhet të vendosin shpendet në një të mbyllura me rrjeta që në mënyrë mos kenë kontakte dhe me shpendet e midis oborreve, por dhe mbi të gjitha me shpendet migrator. Gjithashtu në stabilimet e masat e biosigurisë duhet jenë në alert dhe për këtë është ndërgjegjësimi dhe Ministria dhe AKMB-ja, domethënë Drejtoria e përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bijeve duhet jetë e gjithë zinxhiri veterinar duhet jetë në një alertë jashtëzakonshëm për të dominuar situatën. Ka vaksina? Influenca aviare deri sot, nëse jam i saktë, numërojnë rreth 15 nën tipe. Do më thënë kemi në këtë rast kemi H5N1, që ndoshta ky konsiderohet nën tipi më patogen, do më thënë më i vrullshëm, më i shpërthyes. Para disa vjetësh kemi pas dhe H7N8, H1N1, do më thënë janë disa tipe të tilla dhe duke qenë se virusi krijon mutacion, të menjëshëm ka aftësim për të shndruar ai zinxhiri i famshëm i RNA-s dhe i virusit, atëherë është e vështirë për të gjetur vaksina dhe ende nuk ka një vaksinë të mirëfillt për influencën aviare në këto momente. Vetëse masat e biosigurisë duhet jenë në maksimum. Punojësit që punojnë në këto stabilimente të shpendve, sa të rrezikuar janë? Ekspozimi për një kohë të gjatë i këtyre personave që manipulojnë me kafshët, me pularit, me mete, duke u ekspozuar vazhdimisht, janë më të rrezikuar se të njerëzit e tjerë që kanë një kontakt më të lehtë, të vetëm, do të thosha, nërsa ata që kanë të përditshëm ekspozimin, e kanë të vazhdueshëm, janë shumë më tepër të rrezikuar dhe për të prekur. Në këtë moment, ose në këtë, si me thënë, duhet të shtuhet alerti, duhet kujdesi ndaj vetes në mënyrë që të lahen shpesh, të kenë veshjet një përdorimshme. Kjo vlen edhe për shërbimin veterinar shtetëror, të cili përveç së vërtetës ka një punë shumë të vështirë për jo vetëm monitorimi, por edhe kontaktin me të tillë agent që në një farmasë është zoonozë, do të themi, dhe ekspozimi i vazhdueshëm, tham e rrit mundësinë që ky person të preket. Për hir të vërtetës, ne shërbim veterinare kemi pa mjetet mungojnë, jenë në gjendje, do thosha, jo të mirë për të përballuar situatat, infrastruktura mungon, veshjet i përdorimshme përgjithsisht janë në mungojnë. Shërbim veterinar do t'i duhet që të lëvizin veterinar, mjekët veterinar do të duhet të lëvizin me makinat e tyre, me dispozicion për të shkuar, për të hapin gropat dhe nuk kanë një infrastrukturë të mirëfillt mbështetëse që të lehtësoj maksimalisht punën e tij. Unë do të thosha që sot po flasim shumë për një botë, një shëndet që është shumë e domosdoshme. Domethënë, dhe është imediate që shëndeti publik, të cilët mjekët veterinar për hir të vërtetës janë në pararojën e këtij e ruajtjes së shëndetit publik, do të thosha që së bashku me mjekësinë humane bëjnë një kompletim të ruajtjes së shëndetit publik dhe mjekët veterinar në tërësi janë ata të cilët janë në vijën e parë të frontit të kontaktit me sëmundjet, sepse shumica e sëmundjet vijnë ose nga ushqimet ose nga kafshët. Po, në fakt, influenca aviare është shfaqur në 1997 në Hong Kong së pari. Kështu që do të thoshja në kuadër të një shëndet, një botë, një shëndet, shërbim veterinar të shikojmë me prioritet dhe për së vërtetës kujdesin ndaj tij është në nivele shumë të ulta. Unë do të thoshja që nga ana e Ministrisë dhe konkretisht zëvendësi Ministri i Bujqësisë në muajin nëntor është premtuar dhe është me të madhe dhe në mënyrë taksative, si thua që do të paguhet trupës veterinare do të paguhet ajo quhet dëmi i shëndetit. Duke qenë të ekspozuar ndaj sëmundjeve, ata duhet marrin diçka një vlerë më shumë dhe më herët kjo ka qenë, është ndërprerë para shumë vitesh për të ruajtur shëndetin e tyre, veten e tyre, si më thënë. Dhe u tha që në muajin janar kjo do të fillojë. Nuk e di sa është shuma, por
po shkojmë në marsh dhe nuk ka ende asnjë dritë jeshile për të dhënë dhe për të dhënë një vlerë diçka më shruar mjekëve veterinar në mënyrë që të mbrojnë shëndetin e tyre në radhë të parë, por dhe të inkurajojnë për të punuar më me devotshmëri dhe më me pasion punën, se natyrisht kur ke një pagesë më të mirë dhe ke një shpërblim më të mirë, natyrisht edhe motivimi është më i lartë. Dhe çfarë duhet bërë aktualisht për të evituar të rrezik të madh që mbart hapes në njëshi? Të paktën për vendin ton, ku kemi stabilimentin në Durrës, që janë mbi 69 mbi 70.000 krerë që janë azgjësuar, ndërkohë edhe janë hequr nga tregu edhe një sasi e konsiderueshme e vezëve. Thë që është një dëm shumë i madh, sepse dhe ky stabiliment është goditur edhe në vitin në 2022, dhe thashë ende nuk kanë marrë dëmshpërblimin në vitin 2022, do të thënë kjo është një goditje shumë e rëndë për shpendarinë, dhe ndaj thashë që duhet parë si një pasuri kombëtare, jo si person që e ka vetëm pronari i këtij stabilimenti dëmin dhe vazhdon, sepse indirekt dëmtohet edhe ekonomia shqiptare. Në fundit jemi dhe në një vend që po flasim shumë dhe për turizmin, dhe ne nëse nuk harrim të kemi produktet tona të sigurta dhe vendase për të ofruar turistë, atëherë çfarë turizmi ky mund të jetë? Ka ndaluar importi nga disa vende. Natyrisht ato ka urdhra për ndalimin në vende të cilat është shfaqur influenca aviare. Edhe kjo ndoshta duhet të ishte bërë dhe më herët, sepse themi që kemi gati një vit që prezenca e influencës aviare e kemi pat pothuajse në të vazhdueshme. Ka dhe shumë vende që janë edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Po, natyrisht, virusi nuk njeh kufi, dhe sëmundja nuk njeh kufi, aq më shumë sëmundja të tilla shumë shpërthyese. Këto nuk mund të themi që sidomos tani me shtektimin, me shpendet migratorë, periudhën e pranverës dhe të vjeshtës, po rritet ndjeshëm mundësia për të shpërthyer sëmundja. Por stabilimente duhet rritin masat e biosigurisë, do të thënë rrethimit, hyrje, dalje, disinfektimet, larja e persona që do të jenë vetë persona të autorizuar cilët do të merren me shpendarinë ose me manipulimin e tyre, me ushqyeshmërinë, me veprimet e tjera çfarë kryhet në stabiliment, ndërsa për oborrat shtëpiake duhet të jetë mbyllja rrethimit në mënyrë që shpendet mos të kenë kontakt me shpendet e gjitonit, me shpendet migrator, do të thënë të jenë të rrethuara, të mbyllur, dhe nëse janë në pjesën e jashtme të rrethuar me rjeta të cilat të pakalueshme për zojt migratorë. Zoti Lamaj, së fundi ju keni organizuar edhe konferencën ndërkombëtare të urdhrit veterinar shqiptar, ku ishin edhe shumë përfaqësues të tjerë të mjekëve veterinar nga shumë vende të ndryshme të botës. Çfarë u evidentua në këtë konferencë ndërkombëtare? Në fakt ky ishte Kongresi i parë ndërkombëtar i mjekësisë veterinare i organizuar nga Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar Shqiptar. Për ne ishte një ngjarje madhore, ishte një ditë historike, për arsye sepse ne futëm një traditë të re në lidhje me zhvillimin e mjekësisë veterinare dhe për t'i thënë dhe njëri tjetrit atë që duhet t'i japi motivimin për profesionin në cilin ne kemi zgjedhur, për të motivuar të rinj të vazhdojnë në rrugën e mjekësisë veterinare, ata të cilët mjekë të rinj që janë diplomuar, natyrisht për të dhënë dhe një sinjal qeverisë dhe Ministrisë Bujqësisë që një komunitet profesionësh veterinar janë të domosdoshëm në jetën publike që thamë në mbrojtjen e shëndetit publik të popullatës dhe të vendit tonë. Në këtë kontekst, kjo ishin 2 ditë intensive, shkëmbim idesh, eksperientash, bashkim të ekspertizave ndërkombëtare me ato të vendase, ishte i ftuar presidenti i Federatës Europiane të Veterinarisë, gjithashtu kishim homolog drejtues të dhomave dhe të urdhave të vendeve të Europës dhe të rajonit, ishin jashtëzakonisht mbi 20 të tilla delegacione, edhe nga Turqia kishim delegacione shumë të mirëfillta për të gjithashtu mjek veterinar të cilën morëm pjesë ishin dhe mjekët veterinar nga pjesa e Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës, të cilët i falenderojmë për dispozicionet e bashkëpunimin e treguar. Natyrisht ky kongres kishte të bënte me shkëmbimin e eksperjenca, po dhe inovacione në veterinari. Për të futur një standard të ri, që mjekësia veterinare duhet të jetë në majën e piramidës të shëndetit publik. Dhe pikërisht organizosh një kongres të tillë në Shqipëri, sidomos në një situatë përkoj edhe me këtë problematikën që po haset me gripin e shpendëve, ndërkohë që temperaturat janë në rritje, kemi sërish vatra të shumta prezencës që ka patur brucelloza. Shqipëria është një vend i prekur, jo vetëm ne, po edhe fqinjët tanë, edhe rajoni. Ndaj jemi të riskuar edhe në këtë fazë. Në fakt, ne gjetëm një
pam një optimizëm dhe kjo që na mbush me shpresë plot që veterinarët shqiptare ka të ardhme, për arsye sepse atë ditë u mblodhen mbi 600 mjek veterinar nga Shqipëria dhe kryesisht në moshat mjek veterinar të rinj, dhe kjo na mbush me besim dhe me shpresë se mjekësia veterinare ka të ardhme, por ajo që thash duhet mbështetur fort nga qeveria shqiptare. Dhe nëse themi një botë, një shëndet, mjekësia veterinare duhet të barazohet dhe duhet të unifikohet mjekësinë humane, aty ku është dhe fokusi i përbashkët të i punëve, ajo që ruajtja e shëndetit publik. Në këtë kontekst e ceka dhe me herët që mbështetja nga ana e qeverisë ka qenë shumë e cunguar për mjekësinë veterinare dhe për veterinarët tërësi. Kemi një problem në lidhje me ikjen emigrimin e mjekëve të rinj veterinar. Duhet gjetur mekanizmi për t'i mbajtur mjekët veterinar. Nëse me sa di unë, mjekët e rinj human, të cilët krijojnë familje për stimuluar të qëndrojnë në Shqipëri, jepet një kredi ata që krijojnë familje pa interesën. Domethënë ishte përfol edhe për mjekët e veterinar dhe kjo nuk ndodhi. Domethënë janë lënë gjithnjë sipas dore. Për mos thënë pagesa në vendet e rajonit pagesa mjekëve veterinar është pothuaj gati e barazuar me mjekët human. Vetëm në Maltëzi pagën mesatare të mjeku veterinar është 1200 euro. Sot këtu lë për dëshiruar. Është premtuar shumë herë për rritje standardizimin, barazimin me mjekësinë humane, po ende është shumë lart. Pra dhe ky kongres këtë mesazh donim të përcjellim për të thënë që ne jemi të fortë, jemi në ballin si me thënë, dominimit të situatave epizodike. Profesion i kërkuar, domosdoshëm për Shqipërinë. Për së vërtetës janë edhe situata që rrezikojnë shëndetin e mjekëve veterinar. Ju e cekët e thatë lidhje me bruselozën. Kemi shumë mjek veterinar të cilët janë të prekur nga bruseloza. Janë mjek të rinj dhe të prekur. Për mos të më pas, antraksin pastaj që janë edhe sëmundje edhe më... Janë shumë të rrezikshme, janë zakonisht të rrezikshme, por flasim për sëmundje të cilat janë dhe kronike dhe janë shumë të vështira për të kuruar. Do me thënë, mjekët e rinj mund të mbarten, njeriu kur preken në bruselozë mund të jetë mbartës për shumë kohë, sepse kalon në situatë kronike dhe do t'i duhet mjekimet e gjata për të shëruar. Dhe fokusi punës suaj si urdhri i mjekut të veterinar dhe profesional, ku do të jetë gjatë 2025-s? Misioni jonë është ruajtja e shëndetit të kafshëve dhe mirëqenia e tyre me fokus mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik. Dhe në këtë mision e detyrat dhe qëllimet tona i kemi të mirë përcaktuara dhe të qarta, që ka të bëjë me atë që quhet edukimin në vazhdim, trajnimi për të dhënë mjekëve të rinj veterinar, për të dhënë atë edukimin e vazhduar, atë që cilësor dhe bashkëkohor dhe që i paraprin edhe nesër futjes në Bashkimin Evropian edhe shkëmbimit të eksperiencave të njëjta dhe praktikës veterinare, domethënë unifikimin e praktikës veterinare dhe profesionit e mjekut veterinar me standardet evropiane. Për këtë kemi organizojmë trajnime të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Si që thash, jemi munduar që të ikim nga jo trajnimet standard, thjesht për thënë janë trajnime, por për të dhënë trajnime me lektor ndërkombëtar dhe inovacionet e reja në fushën e mjekësisë veterinare. Për ta bërë një profesion edhe nga të rinjt mjaft të kërkuar, ta përafrojnë, ashtu si edhe mjekët që mos kemi, jo vetëm e kësaj të mjekëve që kanë ikur jashtë, po ashtu siç thatë edhe ju, edhe shumë veterinarë janë larguar për të punësuar në vende të ndryshme. Zoti Lambaj, unë të falenderoj që ishit me mua sot në studio në GTP. Së nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit GTP edhe për këtë të martë, miru takofshim.